Gjinari mirëpriti këtë fundjavë vizitor të shumë që u bën bashkë për të festuar magjinë e fundvitit dhe për të përjetuar nga afër atmosferën festive të Gjinar Village Market. Eventi i organizuar në kuadër të festave të fundvitit i dha Gjinarit një tjetër dimension, duke e kthyer në një qendër takimi ku u bashkuan turizmi, tradita dhe mikpritja. Pjesë e rëndësishme e Gjinar Village Market ishte edhe panairi i produkteve lokale, ku bizneset dhe prodhuesit vendas ofruan ushqime tradicionale, pije dhe produkte artizanale, si edhe shija autentike të zonës. Si festat e fundvitit që jemi tani pranë vitit të ri dhe Krishtlindjeve, ëmbëlsirat më tradicionale në zonat e shpatit janë baklavaja, saraklia, kadaifi, pjesët e revanive, pengjire, thonë disa njerëz. Produktet më të njohura në Gjinar janë patatja, pasuja, perime të ndryshme, domatja, kastraveci. Bëjmë komposto, bëjmë reçelna, bëjmë dolmetin, gjalpin, djathin, giza, nën produkte gjitha i shesim të shit, po kemi edhe të natyrës të saj arra, moll. Gjinari është kthyer në një destinacion gjithnjë më të kërkuar për turistët vendas dhe të huaj. Me peizazhin dhe panairin plot ngjyra, Gjinari është shndërruar në zemrën e turizmit dimëror në Elbasan.